Ky stadium i atletikës në Malishev nuk është ndërtuar rastësisht. Ky shteg i vrapimit është fituar me rezultatet dhe punën e vazhdueshme nga atletët dhe trajnerët e klubit. Për shumë nga ta, atletika filloi si pasion, por shpejt u kthye në një rutinë. Njëri nga atletët e këtij klubi, i cili e përkushtohet çdo ditë këtij sporti, është edhe Greves Bytyqi. I riu nga Malisheva çdo mëngjes e fillon me stërvitje. Ditën e filloj me stërvitje, në moshën 11 vjeçorëve që akum nis më mirë me sport. Kum lu futboll, ofër 10 vitev. Pastaj tani kum kalu në klubin Atletika Malisheva. Edhe jam shumë e fat që jam bashkangjit në klubin e Profit Ardian, cili ka bënë punë shumë të madhe për mua dhe për gjithë klubin. Edhe synimet e mia janë që shtetit Kosovës ja sjellni medalje sa më shpejt. Dita fillon mëngjes, domethënë me stërvitje. Një stërvitje kemi në mëngjes, ofër 7:30 fillon stërvitja, kthehemi, hajmë drejt domethënë, pushojmë dhe mazit e dalim me 5 stërvitje. Për te lodhjes fizike, sporti i ka dhënë atij shumë përparësi. Njëra nga to është përfaqësimi i Kosovës në gara të mëdha ndërkombëtare. Përparësia shumë e madhe se sporti është përshëndetësh me sport i mirë, edhe ta jep mundësien me shiju botën, me dalë me po vetën ndryshme, sukur mund që shumë kara me marrë pjesë në ligorën më të madhe në botë, Parisi 2024. Jam shumë e fat që kom përvasu shtetin e Kosovës. Këtë vetë kemi shumë gara tjera, jemi të përgatit për garat më të maja, dhe më thonë Los Angeles 2028, jemi të e bani punë shumë të madhe, këtë vetë për i të dy rekorde personale. Jam e përgatitje shumë mirë. Megjithatë, rruga drejt suksesit për të nuk ka qenë pa sfida, por edhe në momentet e lodhjes, motivi për të vazhduar përpara nuk i mungon. Ka shumë sfida, domethënë. Atletika nuk e ka për shembull nëse është roshi apo është robur, nuk mundesh me thonë sot nuk pa dalë stërvitje, po duhet me vazhdu stërvitjen, domethënë për neve nuk bie shi. Në atë momente se jemi të servit, domethënë duhet me lidh stërvitjen. Nuk ka për shemb asnjëherë. Por jemi në program stërvitor më të fortë, ka ditë që tham sot s'po moj ose jam shumë i lodh, s'kam me dalë më, po kur ta kryj stërvitjen, domethënë e shoh që jam shumë mirë me stërvitje dhe vazhdoj. Por më shtyn se puna ushtrojmë, kur e din që ushton një 2 në ditë, domethënë ti duhesh me di që jetu të stërvit për diçka dhe nuk duhet me thonë tash me lanë. Grevisti, synimet për këtë vit i ka të qarta, të arrijë norma olimpike dhe t'ja sjellë Kosovës një medalje. Për këtë vit jemi të përgatit me Profin, mi zot 2 norma botërore olimpike, në 400 edhe në 800. Në 400 vitin e kalon domethënë për 30 nuk u mujt me zonë normën për fat keq, edhe pse kom qenë mirë me servitje, po ka njerë gora është e tillë. Këtë vit jemi të përgatitshëm, ma mërmena që kena mi zot 2 norma olimpike, edhe mja sjell Kosovës në medalje shumë shpejt. Sukseset nuk mungojnë as tek atletët e tjerë të klubit. Kampioni ballkanik për grup moshat U18, Enis Bytyqi, i cili ka 8 vjet që është pjesë e klubit, është një tjetër emër premtues. Kom marrë pjesë në shumë gara kombëtare dhe ndërkombëtare, ndër të arriturat kryesore të mia janë në garën në Bar Montenegro, ku jam shpoll kampion ballkanik për grup moshat U18. Kam normën evropiane për grup moshat U18 dhe pjesëmarrës në shumë gara evropiane U18, U20, Liga e 3, përfaqësimi i shtetit në zhvillim. Përgatitjet e Enisit janë intensive dhe stërvitjet kërkojnë angazhim maksimal. Gjatë kësaj periudhe, pra para garave ushtroj 10 herë në javë, pra 3 ditë ushtroj 2 herë në ditë dhe ditëve tjera 1 herë. Kam 3 stërvitje më të forta gjatë javës, ushtroj bashkë me shokët e mi dhe stërvitjet janë të shku shumë mirë, shpresoj gjatë këtij viti kam me pas rezultate më të mira. Megjithatë, historia dhe sukseset e klubit lidhen me përkushtimin e trajnerëve, të cilët kanë ndërtuar gjithçka nga fillimi.
Për Adrian Mazrekun ishte dashuria për sportin që është ju të hedh hapat e parë drejt themelimit të këtij klubi, pikërisht në vitin 1999. Për përket klubit, unë kam themelu klubin Atletikës Malisheve në vitin 1999, së bashku me Tahir Ullurin dhe shumë të tjerë që kanë qenë atë kohë, me Blerin Mazrekun e të tjerë që ndoshta mund të harroj ta përmend dikon, kërkoj ndjes. Por fillet e para janë qysh në vitet 94-5 ku ne kemi filluar të merremi me sport në atë kohë si fëmijë, fillimisht me karate, por edhe vrapimin e kemi pasën patjetër brenda karates, por nuk ka pas sistem të ndërtuar garus mirëfill sikur sot. Ndërsa pas luftës në vitin 1999 kemi filluar me disa gara shkollore, disa krose që janë bajt në nivel komunal këtu, pastaj kemi vazhduar me krose tjera në nivel të shtetit dhe deri në garat e rregullta të atletikës që në atë kohë janë bajt në Mitrovic. Atletika është vetë jeta, sepse pa lëvizje nuk ka jetë. Nëse ne kemi shëndetin e mirë, mund të lëvizim edhe mund të jetojmë mirë, shëndetshëm. E për ata atletika është mbretëreshe sporteve. Mazreku tregon që rruga nga pas lufta e deri më sot nuk ka qenë e lehtë, kryesisht për shkak të terreneve të papërshtatshme për gara dhe stërvitje. Kuptohet që në fillet e para pas luftës kemi dalë në një situatë jo të mirë, jo të kënaqshme gjithë Kosova. Pas luftës ka qenë vështirë të merret me atletikë sepse infrastrukturë nuk ka pasur. Është të bëjmë stërvitje edhe gara ndoshta jashtë terreneve të duhura për atletikën dhe kemi ardhur deri në ditët e sotme ku brenda këtyre shumë vite kanë kaluar shumë breza, shumë nxënës, shumë atlet, shumë garusi, sot janë edhe trajner, janë edhe në sferat e tyre jetësore kanë ecur bukur mirë në aspektin profesional, por ka pas edhe sfida, kuptohet që deri në vitin 2008 nuk kemi pasur shtet. Pavarësia ka ndodhur 2008-ën, kemi garuar vetëm brenda Kosovës dhe gara më e madhe ka qenë një kampionat kombëtar në Tiranë ku kemi shkuar pas here. Pastaj kemi prit deri në vitin 2014 me çështjet e ndërkombëtarizimit, ku është ndërkombëtarizuar Komiteti Olimpik i Kosovës, pastaj ne si federati jemi ndërkombëtarizuar në vitin 2015. Këtu ka filluar edhe kthesa, ndryshimi për mirë, sepse është hapur rruga në arenën ndërkombëtare dhe në këtë fazë ne nuk kemi dalë keq, kemi filluar më njëherë me intensifiku përgatitjet tona, duke fituar disa gara në arenë ndërkombëtare, zakonisht në kampionatet ballkanike, ku atletja jonë, që tani është ndihmë trajnere në klub Arnur Berisha, ka qenë në kampione ballkanike në garat e krosit dhe në një garë të gjysmëmaratonës, ku pastaj kemi pasur shumë atletë të tjerë, siç është Enes Bytyçi, kampion ballkanik në grumboshen U18, dhe atlet që pritet shumë nga ai këtë vit, ka 3 gara ndërkombëtare, pastaj është Gervis Bytyçi si paralimpik, pjesëmarrës në lojra paralimpike Paris 2024. Themeluesi, përveç arritjeve të atletëve, tregon edhe disa prej specifikave që bëjnë këtë klub të veçantë. E lidhjen që ka me atletët e ka krahasuar me raportin prind-fëmijë. Çdo klubi ka specifikat e veta, ne jemi mundu të bëjmë më të mirën. Thash për shkak të rezultateve kemi arritur që ta nxjerrim një stadium të atletikës ku jemi këtu tani, një shtet të atletikës që nuk e kanë qytete të tjera. Kemi bërë besoj një punë të jashtëzakonshme në këtë drejtim sepse infrastruktura atletikës është e ndihshme. Nuk ka kompani që janë profesionalizuar me punu këso punë dhe është dorë të vinë kompani nga shtete tjera ta bëjnë këtë punë dhe po ne zakonisht jemi gjithë bashkë. Atleti ose trajneri me atletin është i lidhur si prindi me fëmijën. Edhe nëse prindi gëzohet për fëmijën e tij që ka në karrierë, në mësim, gjithçka tjetër, trajneri gëzohet për atletin e tij që është ngrit me rezultat. Klubi përfaqëson një histori të suksesshme që vazhdon e shkruhet çdo ditë.